Kryetari i Komunës së Gostivarit Nevzat Bejta, i shoqëruar nga ekipi i tij dhe në prani të banorëve lokal, inauguruan sot trotuarin e ri në rrugën Gave Lazarevski përballë shkollës fillore Goce Delçev. Ky investim është mjaft i rëndësishëm, sidomos për faktin se rruga kufizohet me objektin shkollor dhe e njëjta frekuentohet nga nxënësit filloristë. Sot u inaugurua trotuari i ri në rrugën përballë shkollës fillore Goce Delçev. Kryetari i Komunës së Gostivarit Nevzat Bejta, i shoqëruar nga ekipi i tij dhe në prani të banorëve lokal, inauguruan trotuarin e ri në rrugën Gave Lazarevski përballë shkollës fillore Goce Delçev në Gostivar. Kryetari Bejta tha se ky investim fiton një peshë të madhe nga fakti që rruga kufizohet me objektet shkollore dhe se rruga është e frekuentuar më shumë nga nxënësit filloristë. Na vazhdojmë me realizimin e programit tonë, atë që ju kemi premtuar qytetarëve, dhe tash jemi këtu përballë shkollës Goce Delçev. Në bazë të programit tonë kemi bërë trotuaret, edhe kështu do vazhdojmë. Distanca është afër 200 metra, përfshin 400 metra katror. Kjo kushton 500.000 dinar ose afër 9.000 euro. Na do të vazhdojmë edhe pjesët tjera të qytetit që të rregullojmë trotuaret, që qytetarët tonë të kenë mundësi të lëvizin lirshëm edhe të kenë sigurinë e tyre. Qytetarët e Lagjës shprehen falënderim për investimin e kryer nga ana e drejtuesve të Komunës së Gostivarit, duke shtuar se ky investim do të rrisë sigurinë e qarkullimit në komunikacion. Falenderojmë komunën që e bëni këtë trotuarin këtu edhe këta punët. Është bërë mirë, po mund të bëhet edhe më mirë. Po qaqen mundësit, ne e kuptojmë se qaqen, po edhe me kaq jemi të kënaqëm. Inshallah ma të gjithë të bëhet edhe më mirë për të gjithë. U faleminderit. Përshëndes projektin, por për fat keq që ne njerëzit që punojnë nuk çmohen, po çmohen ata parazitët. Dëshirojmë që edhe më të që projektet vazhdojnë, bëhet sa më tepër, se çdo gjë e mirë është lavdat për çdo njeri. Dëshiroj që edhe më të që të vazhdojnë. Kryetari Bejta përsëriti apelin që qytetarët të mos i shfrytëzojnë trotuaret si vende parkimi, sepse në këtë formë vën në sprov sigurinë e komsorëve dhe fëmijëve në veçanti.